Një standard i riu vendos në Kosovë, kushto që ngret dorën mbi një femër duke e privuar atë nga jeta nuk do të shohë më dritën e diellit për sa kohë të jetë gjallë. Vëllai i Liridonës tha se motra e tij nuk mund të rikthehet dot në jetë, por tani që drejtësia u vendos, ajo mund të prehet e qetë. Një tufë me lulet e varri motrës pas vendimit të gjykatës me lajmin e mirë për të, ishte ajo që bëri Leonardi me lot në sy. Pas 3 vitesh betejë që drejtësia të vijë në vend, Leonardi, në vendin ku prehet motra e tij, ka bërë një tjetër betim, që nuk do t'i lërë kurrë 2 djemtë e saj vetëm, por do t'i kthejë në gjirin e familjes së tyre. Ai ka sqaruar se djemtë kanë vetëm një shtetësi dhe ajo suedeze. Kjo ka qenë arsyeja sepse shteti suedez ka vendosur për t'i transferuar ato në Suedi. Ato tashmë janë në kujdesin e shtetit suedez, por Leonardi është betuar se ai do të bashkohet me fëmijët e motrës dhe ato nuk do të jenë asnjëherë pa familje. Pas vendimit të gjykatës së Kosovës për fajsin, ne do i drejtohemi gjykatës në Suedi për të kërkuar kujdestarinë e fëmijëve të motrës. I kam premtuar me shpirt se nuk do t'i lë vetëm kurrë fëmijët e motrës sime. Sido që të vendosë shteti, unë do të ndjek çdo vendim gjykate që do të jepet. Nëse do të më sjellin në Kosovë, kjo do të jetë okej, por nëse për fëmijët, jeta do të ishte më e mirë në Suedi. Ne si familje do të zhvendosemi aty që të jetojmë bashkë me niprit. Nuk do të lejoj që niprit e mi të rriten pa dashurinë dhe kujdesin ton. Çdo ditë të jetës do të përpiqem që ne të jemi sërish bashkë.